Teksa kryeministri Edi Rama mbante fjalimin e tij për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, mira protestues dhe qytetar u mblodhen sërish poshtë zyres së tij për të 13 ditë, me pankarta të shumta në duar dhe parulla të ndryshme. Ata kërkuan përmes fjalimeve dorëheqjen e kryeministrit. Madje letrën e dorëheqjes së tij e kishin bërë gati që Rama vetëm ta firmoste. Ja kemi përgatitur shkresën e dorëheqjes. Do t'i kërkoj policisë shtetit të na hapi kurtonin dhe të shkojnë ta dërgojmë në derën ta vendosim derën e kryeministrisë, që kryeministri kur të vi ta ketë gati për ta firmosur. Thanë se refuzojnë modelin e turizmit ngjashëm me Dubain. Fati i Shqipërisë është një kryqëzim. Janë këta që duan modelin Dubai. Duan modelin e betonit, kullave, parave të pista, punëtorëve të huaj, autokracisë. Aktori i humorit Florian Binaj, që ju bashkua protestës, kishte një urim. Unë do i jepja një urim kësaj qeverie, sidomos kryeministrit. Atë që i ke bërë shqiptarëve, ta bëft karma 10 fish. Për administratë që mori pjesë në tubimin e Ramës pak metra më tutje, kishin një mesazh. Dhe ata janë si ne, dhe ata nuk e duan të sistem. Mbase ndihen të detyruar dhe duhet t'i mirëkuptojmë. Duhet t'i ftojmë që të bashkohen me ne. Ftesë kishte edhe për t'ju bashkuar protestës së rrjedhjet. Është detyra jonë e secilit prej nesh që ka mundësi t'ju bashkohet atyre në 10 për të heqë Gardhin dhe në 6% këtu për të heqë kryeministrin. Protesta e 13 u shoqërua edhe me një incident ku një pjesëmarrës i takimit të 35 vjetorit të Partisë Socialiste provokoi turmën, e cila reagoi direkt ndaj tij. Ashtu sikurse çdo natë, protestuesit mbyllën fjalimet dhe më pas marshuan në formë proteste në shumë rrugë të Tiranës deri afër mesnatës.